Përshëndetje miq, mirë se ritakojmë sërish, jemi sërish me Hoxha Ahmet Kalaja dhe jemi sërish me temën e Qabes e Haxhit, të cilën nuk mbritëm dot që ta ezaurojmë në takimin e fundit. Hoxha, do jeni në Haxh këtë vit? Për shpresë Zotit, inshallah. Çfarë mirësie është të jesh në Haxh, të jesh haxhi? Duke qenë se janë vetëm një grusht njerëzish që kanë mundësi që të jenë ato ditë të zgjedhura. Atë pritje të bëj të japim përgjigje ku i gjen para atje që shkon vit për vit në Haxh. Këtë duhet kishte bosi vitin e fillit. Nuk di më kjo faktikisht. Kjo s'më shjeton. Po ti nëse mund të na tregosh na e shuaj këtë. Që të qetësohet zemra. Faktikisht nuk është se shkojmë me para tona, po çan ndodh për shemb njerëzit që kanë ndruar jetë për shemb për intrit ose kështu thonë Hoxha ana bën një haxh bedel do thotë me bë haxh për dikë tjetër, edhe ne zakonisht nuk e refuzojmë këtë pjesë, pavarësisht se sevapi shpërblimi i haxhit i shkon njeriu që ka ndruar jetë, po ne marrim ato thërrimet që është namazi, dhikre, këto gjërat i pra atë i cili ka ndruar jetë. Ka ndruar jetë. Haxhi është dy lloj. Dhe nuk ka pas mundësi të bëj haxh. Bravo, po. Atëherë haxhi është dy lloj, haxh personal dhe haxh për dikë tjetër në vend të dikujt tjetër, bedel quhet ky në terminologjinë fetare. Haxhi për vetë është haxhi jot që bën ti për veten tënde me shpenzimet e tua. Dhe haxhi bedel është kur ti e bën për dikë tjetër, do të thonë për prindin, për gjyshin, ose edhe për dikë tjetër që s'ka lidhje fare me ty. Në këtë rast, do të thonë unë për shembull po shkoj bedel, pra nuk po bëj haxh për Ahmet Kalan. Në këtë rast, po bëj haxh për babain e një vllai tonë i cili ka ndruar jetë, a ke mundësi të më bësh haxh për babën tash po bëjmë. Këtu diferenca është vetëm tek njëti, sepse ritualet janë të gjitha. Po njësoj dhe shpërblimi i paketës i shkon të vdekurit, i thuhet atij, këtë dhuratë ke nga djali jot që ka bërë haxh bedel për ty, për shembull, se nga goca jote kështu me radhë. Ndërkohë që ky që bën merr sevapet e adhurimeve trupore të tij. Pra siç është namazi, siç është duaja, siç është dhikri etj etj. Ndërkohë tham që është një përzgjedhje hynore, ti jesh në haxh. Çfarë vlere ka? Atëherë, haxhi, le të themi, pjesa e shpërblimit të madh që falen të gjitha gjunahet, njeriu kur kthehet nga haxhi është si dita që e ka lindur nëna e tij. Një haxh, thot profeti alayhis salam, një haxh i bër ashtu siç duhet, nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin. Për këtë arsye dhe njerëzit më drejt i kushtojnë rëndësi të madhe haxhit. Ka njerëz, unë për shembull kam njohur persona që kam mbledhur lek gjithë jetën, pensionin vetëm për të shkuar në haxh. Pra, ai besimtar që e din haxhin dhe e din vlerën e haxhit, bën ç'mundet që ta realizojë, domethënë haxhin. Është mirësi e madhe, është bekim nga Zoti. Aty njeriu, siç e përmendëm edhe kemi sënë kaluar, përjeton sa gjëra që nuk i përjeton dot në asnjë vend tjetër, përjeton çdo të thotë jesh i liruar nga pengmarrja e mëkateve, që është një pengmarrje shumë e rëndë për njeriu, rënduese për njeriu, dhe normalisht që ka vlera, pastaj domethënë le të themi, aty njerëzit janë gjithë njësoj, aty njeriu kujton botën tjetër si do të jemi përpara Zotit. Aty njeriu kupton që s'ka lidhje çfarë race je, çfarë kush je, domethënë, apo çfarë pozite ke, apo çfarë jetë me Zotin dhe si e ndjen ti dhe si adhuron ti Zotin. Ky është dallimi mes teje dhe dikujt tjetër që mund të jetë nga Afrika apo me dikë tjetër që mund të ketë ardhur nga Suedia ose nga Norvegjia. Pra aty ti e kupton ç'është, domethënë, drejtësia e Zotit, barazia e Zotit dhe si Zoti i Madh i ka lënë njerëzit tek starti gjithë njësoj gati. Pra nuk është e ke parasysh kur bëjmë ne maraton për shembull, ç'a bëjmë? Ka njerëz që janë aty në start dhe ka të tjerë që vinë mbrapa, pastaj këta do të mundohen të kapin rendin. Kurse tek Zoti nuk është ashtu. Tek Zoti gjithë njerëzit janë në start. Pastaj gjithë secili është ai i cili ecën dhe përparon. Edhe këtë gjë më së bukur ose më së miri e vejmë re në haxh. Aty s'ka, mund të jetë dikush shumë i pasur, mund të jetë dikush shumë i varfër, mund të jetë dikush që mund të ketë ardhur nuk e di se nga ku ka ardhur, ai është njësoj si gjithë tjerët dhe gjithë secili ka përjetimin e tij. Aty kuptojmë ne gjithashtu edhe një vlerë tjetër, le të themi, është se njeriu aty e kupton se ajo që e bën njeriu faktikisht tek Zoti i gjithësisë është zemra me veprën, jo vetëm zemra. Përgjithësi njerëzit thonë zemra. Zemra duhet të jetë me veprën, domethënë, në momentin që ka dhe vepër, ka një sakrificë, ka një pjesëmarrje aktive patjetër. Konkrete e cila është disa ditore. Kush mund ta bëj haxhin? Pra duhet të jesh një besimtar i mirë, që falesh shumë, që agjeron, kush mund të marr pjesë? E bukur kjo pyetje. Sipas Kuranit thuhet men istata'a ilayhi sabila. Kush ka mundsinë? Pra çdo musliman që i thot vetës musliman dhe ka deklaruar pra hyrjen në Islam, që e ka mundësinë fizike dhe mundësinë ekonomike, obligohet bëj haxhin. S'ka lidhje fare me asgjë tjetër. Ne themi normalisht që me u falët, okay, kjo është gjë tjetër,
Por sipas Kur'anit, kush ka mundësinë ekonomike dhe ka mundësinë fizike për ta përballuar, obligohet që të bëjë haxhin. Dhe këtu ndodh një gabim tjetër. Çfarë ndodh me njerëzit? Thotë vëlla, nuk kemi mundësi me bërë haxhin. Sa le kem bank? Po i kam thotë për shembull 50.000 euro. Po ti e ke mundësi vëlla me bërë haxhin. Po pse se bën haxhin? I thotë se do të bëj dhe katin e dytë të shtëpisë. Jo më zotni, nuk mundesh ti kështu. Zoti thot kush ka mundësinë ekonomike. Mundësia ekonomike çfarë do thotë? Të kesh të mbulosh shpenzimin e haxhit dhe familja jote të ketë me çfarë të jetojë në kohën kur ti nuk je në haxh. Pra të kesh në kohën kur ti je në haxh. Kur ti je në haxh, pra të kesh 6.300 euro që është pagesa këtë vit, mos gaboj. Ka 6.400 këtë vit. Po. Dhe familja 2 javësh të ketë me çfarë të jetojë. Edhe një rrog për familjen, për kohën që ti nuk je aty. Pra unë them, edhe kjo është një thirrje për të bërë gjithë të thirrje se kuota e Shqipërisë asnjëherë nuk mbushet. Ndryshe nga vendet tjera që do të vish 10 vjet duke prit radhën ndoshta i ke paret, e ke edhe shëndetin, po nuk është i kufizuar. Është e kufizuar. Kurse Shqipëri gjithmonë, le të themi 400, 500, 600 mund të jetë numri, ndërkohë që kuota jonë është 2000. Pse se s'kemi mundësi? Unë kam dëgjuar që ka njerëz, ka turq që kanë aplikuar për pasaportë shqiptare vetëm për ose për leje qëndrimi, sepse është 6 muaj lart, që vetëm të kapin haxhin. Vetëm për të bërë haxhin, se nuk arrin dot. Unë njoh njerëz për shembull nga Egjipti, unë personalisht që ka pas regjistruar emrin, nuk i ka rënë shorti, nuk ka ndruar jetë, nuk i ka rënë shorti. Pra domethënë ka qenë gjithmonë pritje të shortit që prandaj është përzgjedhje hynore nëse Zoti ta mundson që të shkosh në haxh. Ndërkohë ne në Ramazan kemi dëgjuar që agjërojnë dhe njerëz që nuk janë fetar, madje nuk janë dhe musliman, ka edhe të krishterë. Po. Në haxh, në Qabe, a mund të shkojnë jo muslimanët? Jo, nuk ndodhi sepse është adhurim shumë specifik. Pra sepse domethënë janë shumë gjëra të lidhura me njëra tjetrën, edhe nuk ka. Pra nuk mund të bëhet turizëm në Qabe. Nuk mund të bëhet turizëm. Jo. Ne kemi parë ose më saktë, çdo kush për nesh kur shkon atje e ka gati të pamundur që të mos përfshihet në atë pjesën turistike, duke fotografuar, duke reklamuar, duke publikuar. Po tani cili është diferenca midis fokusit të adhurimit dhe Qabes? Edhe si këshilloni ju umrexhit dhe haxhit kur vinë me? Unë shoh që këtu kemi dy ditën vetëm duke marrë me foto dhe me selfie. Kemi dy ekstreme. Ekstremin aty në që thotë gjatë si është puna fare në asnjë lloj mënyre se duhet të adhurim dhe mos bëj asnjë kemi ekstremin tjetër që thotë o vlla çdo gjë, domethënë ta pasqyrosh etj. Unë jam tek e mesmja, pa njeriu, pse mos keni kujtim të bukur nga jeta e tij që është qabja? Ku është problemi? Pse kushëritë e mi për shembull, ose pse shoqëria ime, pse kolegët e mi mos ta dinë ç'është qabja, mos ta shohin. Është më ndryshe kur më shohin mua aty, edhe e kuptojnë që është diçka e arritshme, nuk është diçka e pamundur. Pse mos t'u tregoj atyre, domethënë unë ato mrekullit, le të themi, e Qabes nëpërmjet fotove apo mrekullit e xhamisë Profetit alayhis salatu wasalam. Pse mos t'u afrojmë njerëzve Qaben? Domethënë, sepse shoh që kanë nganjëherë një kështu, një vrull kritike shoh për çfarë keni vajtur ju atje. Po kemi vajtur për të adhuruar Zotin, okay, po kjo nuk pengon që të bëjmë foto. A mund ta ndajmë që të pakun ditët e para të fokusohemi te adhurimi, pastaj ato ditë e fundit mund i lëm për apo s'ka kështu receta fikse? Jo, a di si është puna? Umreja për shembull 2 orë është të burr. Pastaj ti do të rish 10 ditë atje për shembull. Çfarë do të bësh vëlla 10 ditë? Ka vend edhe për foto dhe për rrjetet sociale. Po edhe për shembull je në Arafat ti për shembull. Po ti një foto nga Arafati e do në burr sepse edhe njerëzit ta shohin njerëzit nga afër duke qenë ti prezant aty. Pa ajo foto sa kushton vëlla? Kushton 10 sekonda. Pra nuk është se puna personi që bën një foto në Arafat gjithë ditën rrit u shkrep foto, se s'ka logjik, s'ka. Po gjithsesi, po besoj që dhe ju i këshilloni që të fokusohen tek lutja, te duaja, po nuk ka nevojë me mua kushtuar sepse ai tjetri ka harxhu gjithë ato lekë, ka ndarë mendin ka ardhur për të bërë dua për lutje, po pse e bëni dua, pse e bën një foto këtu nuk ka hapësirë. Pra nuk duhet të jemi shumë intolerant, po duhet të jemi tolerant tek kjo pjesë. Ndërkohë, një prej gjërave që të bën përshtypje, po themi për njerëz që shkojnë në Mekë për haxhin, po dhe umrexhin, është ajo rroba e bardhë, pra të gjithë duket sikur janë në një uniformë brillante, ku harmonizohen, po themi me atë rrobën e bardhë në heshtje, secili duket sikur e di rrugën e vet, edhe pse ndoshta është hera e parë që shkel aty. Çfarë simbolike ka ajo? Çfarë veshje është? Po gjysma ti theti tani unë po plotësoj gjysmën tjetër. Ajo faktikisht e kujton njeriu se kjo botë s'ka asnjë vlerë. Ne nga kjo botë 2 palë rroba të bardha do të marrim e çdo gjë do ta lejmë këtu. Pra është mirë që këtë mësim ne ta marrim para se të vijë ai moment. Sepse kur vjen ai moment
marrin mësim tjerët prej nesh, por ne nuk marrim më dot mësim. Atëherë vjen rroba e ihramit për të kuptuar që kjo botë s'ka asnjë lloj vlere. Njeriu mund të jetojë edhe me 2 palë rroba, ama të jetojë me dinjitet, të jetojë me pastërti. Pra i ngjan qefinit në farmëri. Për kujton momentin e fundit. Po. Ndërkohë kur vishet ajo? Sa mbahet? Po, atëherë ihrami, kjo rroba pra vishet para se të futesh në kufirin e tokës së shenjtë. Le të themi kur vjen nga Xhidja, është, domethënë le të themi gjysore para se të zbresësh në aeroport, kur vjen nga Medinja, është në një vend që quhet Dhul Hulejfe, kur vjen nga Jemeni, është një vend që quhet Yelemlem, kur vjen nga Iraku, është një vend tjetër që quhet pra është një kufi për caktuar në Manazil dhe po. Ndërkohë më pas ne dëgjojmë haxhit që thonë kur vjen nga Shami është Xhufe, një shprehje të përbashkët pra lebeik Allahumma lebeik. Çfarë simbolike kjo? Si përkthehet një herë dhe pse e thon këtë? Atë lebeik Allahumma lebeik. Po, është si puna e ezanit. Ke parasysh që duhet thënë patjetër në origjinal. Është si puna e ikametit, është si puna e Al-Fatihas, edhe lebeik Allahumma lebeik thuhet në këtë formë pra. Lebeik Allahumma lebeik, të përgjigjemi o Zoti ynë, të përgjigjemi pra ne po lejm gjithçka, po lejm familjen, po lejm gjithçka se duam të përgjigjemi ty o Zot. Ti na ke thirr, sepse për çfarë shkon njeriu në Qabe vëlla? Sepse e ka thirr Zoti. Atëherë, me qëtim thirret të përgjigjem o Zoti im, të përgjigjem ose të përgjigja o Zoti im, të përgjigja o Zoti im, ose po të përgjigjem o Zoti im, po të përgjigjem o Zoti im. Është kjo thirrje që është bërë përmes Ibrahimit alayhis salam? Ibrahimit alayhis salam, ku Zoti i tha o Ibrahim, masi u ndërtu Qabja, tha o Zot, po tani çfarë bëj? Tha thirrri njerëzit vinë. Tha Zot, po si ti thras? Ndërkohë që ishte vend i shkret. Unë jam Mekë, e bota është shumë e madhe. Tha ti ngjitun filan kodër, filan mals, më thën, dhe thirr. O njerëz, e janë në Qabe se Zoti ju ka obliguar. Tha Zot, po pastaj tha unë do ta çoj zërin tënd në të gjithë botën. Edhe me të vërtet, thirri Ibrahim alayhis salam dhe zëri i Ibrahimit shkoi tek bujku, shkoi në qytet, shkoi kudo. Dhe njerëzit fillon duke lënë punët e tyre, edhe gjithë secili duke u munduar me ardh në Qabe, të qysh nga ajo kohë, domethënë ka mbet kjo të përgjigja ose të përgjigja ose po të përgjigjem o Zoti im, po të përgjigjem. Pra është, si më thon, është një lloj komunikimi me Zotin gjithësisë, dhe në momentin që njeriu thot profeti alayhis salam thot për herë të parë, pra sepse ajo thot shpesh derisa të shihet Qabja. Në momentin që thot që njeriu e thot për herë të parë, pra lebeik Allahumma lebeik, Zoti i thot lebeik wa sa'deik, po edhe unë do të përgjigjem ty, edhe do të lumturoj. Pra do të përgjigjem lutjeve dhe duave dhe kërkesave. Profeti alayhis salam tha, ai që bën haxhin dhe umrën është mysafir i Zotit. Zoti i thirrri, ata ju përgjigjen, ata do ta thrasin, ai do t'i përgjigjet. Për këtë arsye në përgjithësi e ke parasysh kur shkon njeriu në haxh, i thuhet bëj dua sepse lutjet e tij nuk janë si lutjet e njeriu zakonshëm, është shumë më afër Zotit edhe shumë më afër pranimit të lutjeve. Ndërkohë Qabja është një ndërtesë shumë e thjeshtë. Po. E pa ndërlikuar fare, madje dhe ajo mbulesa është tërësisht e thjeshtë, pra rroba e zezë, po ndërkohë madhështia e saj është e pakrahasueshme me asgjë. Çfarë impakti krijon kur besimtari e sheh për herë të parë? Përjetimet janë të ndryshme. Përjetimet janë nga më të ndryshme, nga lotët, nga pikëllimi, nga më të ndryshme, domethënë, ajo që unë kam vënë re në përgjithësi është sikur njerëzit po e përjetojnë për herë dytë. Pra ju keni shoqëruar plot njerëz që e shohin për herë të parë. Po, ama përjetimi është sikur kanë qenë njerëz. Sikur kanë qenë njerëz, sikur shpirti, sikur kthehen në shtëpinë e tyre. Sikur shpirti ka qenë njerë, domethënë, sepse ajo falje që bëjmë ne për shumë 5 herë ditë që i drejtohemi Qabes, po edhe shpirti i njeriu normalisht, domethënë, nëse trupi i njeriu e ka ëndër Qaben, po edhe shpirti e ka ëndër Qaben, kështu që për këtë arsye janë mrekulli, domethënë, është shumë vështirë që të futesh në interpretim ta thjeshtëzosh se çfarë ndjehet edhe përjetimet është vështirë ti artikulosh. Ndërkohë ka një ritëm ku besimtarët rrotullohen rreth Qabes. Çfarë është ky ritëm? Çfarë nuk kupton? Domethënë tawafi ose rrotullimi rreth Qabes është i vetmi adhurim në botë që nuk bëhet askund tjetër përveç në Qabe. Pra kush e bën nuk ekziston asnjë adhurim në Islam që mund të ketë rrotullim përveç në Qaben e mëdhnueshme. Dhe kjo ka urtësinë vet. Domethënë rrotullimi rreth Qabes është sinkronizim. Çdo gjë në këtë botë është rrotullohet diku. Njeriu mund të rrotullohet tek pushteti, njeriu mund të rrotullohet pa i vjen rreth. Punon për pushtetin, për famën, për ne
rrotullohemi rreth Qabës se duam që lidhjen ta kemi me Zotin. Po ndërkohë sistemi diellor galaktikat e kanë atë harmoninë e lëvizjes, siç e kemi ne në Qabë. Pra duke sikur futesh në harmoninë e akrepave të orës, po. Pra futesh në harmoni, futesh në sistem, aty je fut në sistem. Qabë je fut në sistem. Ndërkohë në Qabë ka një ujë të veçantë që i gjejmë shpesh besimtarët edhe kur vinë nga dhe vinë me ujë me ujin e Qabë. Është ujë i mrekullive, është çfarë kuptimi ka? Tani uji i Zemzemit. Uji i Zemzemit është uji që Haxheria kur kërkonte ujë për djalin e saj, do të thonë edhe si nëna për fëmin, do të thonë më shumë kishte hallin e çunit se sa hallin e vet, dhe kur pa Xhibrilin tek fëmia që goditi me flatrën e tij tokën dhe shpërtheu uji, ajo erdhi duke bërtit vrap zem, do të thonë mblidhu, edhe i vuri gur anash, edhe ajo u kthye në një, le të themi, në një burim aty, si pus, do të thonë, profeti alayhis salam tha, nëse do ta linte, pra nuk do ta kishte rrotulluar me gur, edhe nuk do të kishte thënë mblidhu, ai do të ishte një lum në Mekë, pra do të rrithej një herë për gjithmonë. Profeti alayhis salam tha, uji i Zemzemit me çfarëdo qëllimi që të pihet. Pra kur ti do të pish ujë Zemzemi, bën një njet, i themi ne, ose bën një lutje, thuaj o Zot, edhe pije ujin e Zemzemit me bismillah. Me shpresë Zotit ka gjasa dhe shanse të mëdha që lutja të pranohet. Kjo është një praktikë që ne pasojmë praktikën e profetit alayhis salam, jo se uji ka po themi forcë në vetvete. Zoti, shif këtu, okay, bukur kjo. Allahu e ka bërë që lutja, do të thonë lutja para se të pihet uji të jetë më e pranuar dhe më e dëgjuar tek ai. Pra Zoti e ka bërë ujin të atill, pra Zoti i Madh e ka bërë që lutja para se të pihet uji është Allahu e ka vendosur kështu, do të thonë punë e Zotit kjo punë, do të thonë. Është Zoti i cili ka thënë gjë. Para se me pi Zemzemin, unë e pranoj më shumë lutë. Sistemi ne, pse me Sezanët dhe Ikametit pranohet më shumë? S'ka pse. Kështu ka dash Zoti që me Sezanët dhe Ikametit lutjet pranohet më shumë ti. Pse në një tret e fundit ai kështu? Pra thjesht janë mirësi dhe begati që Zoti i jep. Quhen bekime, po. Bereke i thonë në gjuhën, le të themi fetare, bekim nga Zoti. Pra Zoti i Madh ka bërë këtë ujë të bekuar. Okej, e ka bërë Zoti të bekuar, mbaroi historia. Ndërkohë, pra është ujë bekuar nga Zoti. Pra nuk është se ky është bekuar vetvetiu, apo ky ka arrit në këtë përfundim vetvetiu, apo njerëzit e kanë zbuluar. Jo, Zoti thotë këtë ujë e kanë bërë të bekuar. Farën e zezë e kanë bërë të bekuar. 1/3 e fundit natës e kanë bërë të bekuar. Pra Zoti bekon. Një nga gjërat që Zoti ka bekuar është edhe uji i Zemzemit. Aty afër është dhe një ecejake që besimtarët e bëjnë mirë të vazhdueshme, pra miliona burra ecin në gjurmët e një zonje, e cila pa një herë një orë, ishim duke bërë këtë sajin, edhe merr dhe një orë në nxënësim. Është orë, Zoti i ruaj. Tha orë, tha çuditshme kjo punë, tha pse ka ecë një grua, tha, gjithë të burra do të ecë gjurmët e gruas. Islam ka diskriminim, gruaja nuk ka peshë dhe nuk ka rol. Pra, e cili është historia e Haxherës dhe besimtarët duke sigurisht imitojnë edhe ato momente të vrapimit. Po, një vend aty që ecet me vrap, sepse ajo aty ka ecë me vrap se nuk i dhimbshin këmbët. Nga që ka qenë pjesa e luginës edhe ishte rër, kurse pjesa tjetër ishte shkretir, ishte gur, ishte ferra. Kur Ibrahimi alayhis salam e la Haxherën, le të themi në Mekë, në Qabe, aty si ishte ndërruar akoma Qabja, i thot Haxheri, o Ibrahimi, thot, ku po na le? Ibrahimi s'flet fare. Çfarë ti thoshte? Pastaj ajo ndroi pyetjen, tha o Ibrahimi, tha, a Zoti të ka urdhëruar? Tha po Zoti. E mirë, tha ik, nuk ka problem, se Zoti nuk na hedh. Haxheria. Iku Ibrahimi. Kur iku Ibrahimi, sa që nuk e shiste me Haxherën, ju drejtu Zotit, tha o Zot, i lash aty ku më theti, në një lugin që s'ka shenja jete, o Zot, janë kujdesin tënd, dhe iku Ibrahimi alayhis salam. Haxheria jetoi me atë ujin që kishte dhe hurmat, pastaj mbaroi, gjëja e parë që mbaroi ishte uji. Atëherë Haxheria normalisht se përjeton të do të ta shifte fëmin përpërlitej për ujë, pa kodrën më të afërt që ishte Safaja. Unë gjithë në kodrë për të parë, do të thonë, mos ka njëri, mos ka një diçka. Pastaj pa kodrën tjetër, këtë e ka bërë 7 herë. Herën e 7 kur ishte në Merve ke kodra përballë, pa melekun Xhibril, që ishte tek vendi ku ishte fëmia, që goditi me krahun e tij, me flatrën e tij vendin dhe shpërtheu aty uji i Zemzemit. Pra kjo ecejake është
një traditë që ka mbetur qysh nga ajo kohë, si një formë e adhurimit Zotit. Pra nga një veprim, le themi, i natyrshëm dhe i rëndomt që i ndodhi gruas së Ibrahimit alayhi salatu selam, ne tani Zoti na ka kthyer këtë në adhurim. Pse? Si është punë e Zotit dhe urtësia e Zotit. Ndërkohë, nëse ju thatë që nëse kemi mundësi financiare, duhet të shkojmë me çdo obligim, po nëse nuk kemi, çfarë duhet të bëjmë raport me Ka'ben, me haxhin, mjaftojnë duat apo të jemi gjithmonë shpresë plot se Zoti mund na mundsoj. Pra të vazhdojmë të lutemi që ne duhet të bëjmë sebepet, duan, padyshim duhet ta bëjmë edhe shkaqet dhe sebepet. Ta thash pra, një person që e kam njohur unë, ka mbledhur pensionin e gjithë jetës dhe shkoi në haxh. Unë mendoj se nëse ne e vendosim në listën e prioriteteve tona, nuk ka dyshim se Zoti më do të na mundsoj. Ka për na mundsuar Zoti, por edhe të ndryshojmë konceptin e mundësisë. Mundësia nuk është që të martoj herë kalamajt pastaj shkojnë në haxh. Mundësia është e ke shumën, mund të jetojnë ata pa ty një muaj aty, mbaroj historia, obligohesh për haxhin. Pra duhet të ndryshuar edhe koncepti i mundësisë. Po duke qenë se haxhi është një herë në jetë si obligim, a nuk është më mirë ta bëjmë kur jemi në pleqëri për shembull? E bukur kjo, po ku ke garanci që do të jetosh derisa të plakësh? Ku e di kur do të jetosh? Ne s'kemi garanci, është vetëm një gjë që s'ka kontratë. Dhe haxhi mund të bëhet më shumë se një herë, pra një herë është obligim, por mund të bëhet disa herë. Mund të bëhet disa herë, pastaj ajo është vullnetarizëm, pastaj nuk ka problem, po ajo që ne po themi, po flasim për atë që është obligim jetësor, shtyllë për shtyllave të Islamit. Haxhit kuptohet që nuk ikim pa e parë në Medinë, po edhe umrexhit. Edhe umrexhit, po. Çfarë të veçantë kanë Medinë? Medina është profeti alayhis salatu wassalam. E pyetën Ebu Bekrin, i thanë, o Ebu Bekër, a na cilëson do të xhenetin me një fjali? Tha, po, është në të pejgamberi alayhis salam. Kështu që shkurt, Medinja është në të profeti alayhis salam, trupi i profetit është në Medinë. Mjafton kjo si mirësi dhe bekim. Normalisht që muslimanët kur shkojnë në Medinë shkojnë për 5 arsye. Arsyeja kryesore është që të falen në xhaminë e profetit alayhis salam, sepse adhurimin të dhe faljen të është 1000 herë më e vlefshme se në çdo vend tjetër botës. E dyta, vizitojnë profetin alayhis salam dhe japin selam atij sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhuma. Për një selam distancë nga varret që janë aty afër. Po, aty brenda xhamisë janë varre, domethënë dhe kalojnë, japin selam, pra në llogaritë e trupit jot 10 metra, 15 metra larg trupit profetit alayhis salam. Shkojnë për të bërë umren e vogël në Kuba, pra falen 2 rekat namaz në Kuba. Është xhamia aty afër. Po, afër është edhe çerekuar nga xhamia pejgamberit alayhis salam dhe i jep shpërblimin Zotit sikur kanë bërë umren, shkojnë tek dëshmorët e Uhudit dhe aty ju japin selam se kështu vepronte profeti alayhis salam, edhe në Beqia, pra është një le të them varrez aty afër xhamisë pejgamberit sallam, ju japin selam shokëve të profetit dhe familjes profetit alayhis salam, edhe këtë e ka bërë vet profeti alayhis salam. Pastaj aty në Medinë janë dy gjëra interesante, është kopshti i xhenetit, që është hapësira mes varrit shtëpisë profetit alayhis salam dhe minberit, dhe është minberi i profetit që është i vendosur mbi Kauther. Kështu ka thënë pejgamberi sallam, minberi im është i vendosur mbi Kauther, dhe mali i Uhudit që është prej maleve të xhenetit, u mundova që ta përmbledh Medinën kështu. Në këtë mbyllje do doni vetëm një premtim për ju, që kur shkosh në haxh të lutesh për ne dhe për gjithë dëgjuesit tanë, për thatëve. E bëj, po të ta bëj prap. Atëherë kjo është një po themi një lajm i gëzueshëm nga gjithë kjo. Zoti ja mundsov dhe ja pranon dhe Zoti. Normisht këtu mbyllet një takim me Hoxhën Ahmet Kalaja, folëm për haxhin, për disa aspekte, folëm shumë shpejt, po aty është një përjetim shumë dimensional, shumë i madh ku nuk mjaftojnë ndoshta ditë dhe javë të tëra. Unë ju falenderoj që na ndoqët dhe mirë takofshim.